Kolegët e ngushtë e përshkruajnë Jusuf Gërvallën patriot të madh të çështjes kombëtare. Ajova nderon ushtrinë e Kosovës dhe komandantin e saj, general Bashkim Jashari. Trump ka paralemruar vendosjen e tarifave të reja doganore ndaj disa vendeve europiane. Mirëmbrëma të gjithëve. Janë bërë 44 vjet nga vrasja e vëllezërve Jusuf dhe Bardosh Gërvalla, si dhe e Kadrizekës. Ata flijuan dhe sakrifikuan gjithçka për shtetin dhe lirinë e Kosovës. Në këtë përvjetor, veprat dhe këngët e Jusuf Gërvallës dëgjohen në të gjitha trevat shqiptare, duke lartësuar figurën e tij si një nga shtyllat qendrore të rezistencës politike dhe kulturore. Në historinë e Kosovës ka emra që nuk i mbulon as koha, as harresa. Poet, muzikant, veprimtar dhe martiri fjalës së lirë. Ky ishte Jusuf Gërvalla, simboli intelektualit dhe figurë qendrore e rezistencës shqiptare. Jusuf Gërvalla lindi më 1 tetor 1945 në Dubovik të komunës së Deçanit. Pas përfundimit të shkollës së mesme në Pej, ai filloi punën në Teatrin e Kosovës si peshpëretës. Në vitin 1969, bashkë me trupën e teatrit, shkoi në ndëshkimoren e Nishit për të shfaqur dramën e njohur Duke pritur Godon. Aty Jusufi shfrytëzoi rastin për t'u dërguar të burgosurve politik një mesazh shprehse. Mbahuni e mos u mërzitni, nuk jeni vetëm. Të gjithë jemi me ju, e armja është e jona, liria po vjen. Letra ra në duart e policisë, e cila e mori në pyetje dhe si pasojë, ai u largua nga puna. Më pas Gërvalla u punësua në Shkup si përkthyes në gazetën Flaka e Vëllazërimit. Në vitin 1973 filloi punën në Rilindje, ku për 5 vjet u bë redaktor i faqes për radion dhe televizionin. Ai trajtoi tema sociale dhe kombëtare, shpesh kritike ndaj padrejësive politike që u bëheshin shqiptarëve në ish Jugosllavi. Qëndrimet e tij të hapura dhe angazhimi politik u vënë në vëzhgimin e organeve të sigurisë. U mor disa herë në pyetje dhe u kërcënua me arrestim, por Jusuf Gërvalla nuk u ndal. Për t'i shpëtuar persekutimit politik në fund të viteve të 70-ta, u detyrua të largohej nga Kosova dhe të emigronte në Gjermani. Nga mërgimi, ai vazhdoi veprimtarinë adhetare duke u bërë një nga figurat qendrore të organizimit politik të mërgatës shqiptare. U angazhua në lëvizjen popullore për Republikën e Kosovës dhe punoi pa rreshtur për informimin e opinionit ndërkombëtar dhe mobilizimin e diasporës për çështjen e Kosovës. Pak zëra kanë ditur të flasin aq thellë dhe aq fuqishëm sa zëri i Jusuf Gërvallës. Në 17 janar 1982, Jusuf Gërvalla u vras së bashku me Bardosh Gërvallën dhe Kadrizekën. Plumbat asaj dite ia morën jetën, por nuk e shuan idealin. Jusuf Gërvalla u kthye në simbol të përjetshëm të sakrificës për liri. Kënga e tij do të kthehem nën mbeti amanet për të gjithë ata që dhanë jetën në rrugën e lirisë. Jusuf Gërvalla tani jeton në përjetësi, aty ku fjala nuk vdes dhe kënga nuk hesht. Udhëheqësit shtetëror nderuan heronjt edhe në Dubovik, atje ku Jusuf e Bardosh Gërvalla dhe Kadrizeka nisën rrugtimin e gjatë për të ngritur zërin ndaj lirisë së shqiptarëve. Në 44 vjetorin e përjetësimit të veprimtarëve shqiptar, vëllezërve Jusuf e Bardosh Gërvalla dhe Kadrizeka, në Dubovik të Deçanit është përkujtuar dhe lartësuar vepra e tyre.
Ata janë nderuar nga krerët më të lartë institucional, të cilët e kanë vlerësuar veprimtarinë dhe heroizmin e tyre në shërbim të atë dheut. Sot jemi këtu në Dubovik për të nderuar Jusuf e Bardosh Gërvallën dhe Kadri Zekën, të cilët dëshmuan se Kosovën e deshtën më shumë se sa jetën e tyre. Ata u shndruan në zërin e një populli të robruar dhe u shndruan në flakadan të lirisë sonë, në mënyrë që ne sot ta gëzojmë këtë shtet për të cilin ata dhanë gjithçka. Jusuf e Bardosh Gërvalla dhe Kadri Zeka u vranë më pak se një vit pas demonstratave të vitit 1981, në kohën kur organizatët të shumta të fshehta të kohës po bëheshin bashkë. Dhe Jugoslavia e Serbia i goditin pikrisht Jusufin, Bardoshin dhe Kadriun, atëherë kur po merrte për masa gjithnjë e më të mëdha organizimi për Republikën e Kosovës dhe për çlirimin e popullit tonë. Mirë po, progresja, siguria që ka shteti ynë sot, faktorizimi i kombit shqiptar në përgjithësi, jo vetëm në Ballkan, është dëshmi që ato flime e sakrifica padyshim që ja kanë vlejtur fort. Ne edhe sot nuk kemi drejtësi për këta heronj, sikur që nuk kemi për shumë pa drejtësi dhe krime që ka bërë Jugoslavia e Serbia ndaj popullit tonë, por ne, institucionet tona, shteti jonë vetëm çka po forcohet dhe ne nuk do të ndalemi së kërkuari drejtësi, për shkak se pa drejtësi nuk do të ketë as poqe e as qetësi në këto hapësira. Jemi në vendin ku pushojnë heronjtë tanë, Jusuf Gërvalla, Bardosh Gërvalla, jemi në vendin e familjes Gërvalla, një familje heroike, ndërbreza, kujtojmë edhe nënën Aqe, dhe gjithashtu sot nderojmë edhe Kadri Zekën. Kjo do të bashkon edhe ngjarje tjera të shumta, ndërto është edhe përvjetori i kalimit në afshim i kryeheroit tonë Gjergj Shotit Skënderbeut. Krerët më të lartë shtetëror ndërkaq kanë vizituar edhe shtëpinë muze të familjes Gërvalla, brenda së cilës janë të ekspozuara dokumentet e shumta arkivore të veprimtarisë së tyre atdhetare ndërbreza. Për Jusuf Gërvallën kanë kujtimet më të bukura kolegët dhe bashkëpunëtorët e afërt të tij në kohën kur ai punonte në Radio Prishtinë dhe në Rilindje. Flora Brovina thot se kolegët si Gërvalla ishin të rrallë, përderisa kolegu i ngushtë i tij, Shyqëri Galica, e përshkruan Jusuf Gërvallën si temperament dhe kësaj e kishte përkushtimin për atë dheun. E për herë të parë bëri publik edhe bllokun e shënimeve që mbante Jusuf Gërvalla gjatë punës së tij. Kërkesa e kolegëve të Gërvallës ndaj shtetit është të bëhet një përmendore në nderim të veprës së tij, por që përgjigje për këtë kërkesë të kamotshme nuk kanë marrë nga shteti. Për mua ja si herë s'ka vdek. Kështu e nisë rrëfimin e saj shkrimtarja dhe mjekja Flora Brovina në 44 vjetorin e rënjës së Jusuf Gërvallës, një prej figurave më të rëndësishme të rezistencës kulturore dhe kombëtare të Kosovës. Jusufi do t'jetë i pari në listë dhe unë drejten si një vajzë rebele në atë kohë mendova. Unë ishe studente e fakultetit mjekësisë, prandaj u çudita që më pranuan në gjithat konkurrencë dhe shkova te redaktori i thash më falni, pse më keni pranu? Pse jam vajzë? Apo pse kam ditë me plotsu testin? Ai u çudit, tha prit një minutë dhe mi pruni gjitha ato materiale, tha para teje është vetëm Jusuf Gërvalla. Momentet e fundit para largimit të Jusuf Gërvallës nga Kosova, Brovina i kujton si të ngarkuara emocionalisht. Jusufi ishte i ngarkum për çështjen, ai kishte relacione me shtetin shqiptar, dhe me të shtetin am, e përcillte kulturën dhe ai e solli kulturën këtu. Unë ja di për nder dy njerëzve, u kishin hotit dhe Jusuf Gërvallës për mundësin që na dhanë në vitet e 10-ta që të komunikojmë edhe me botën shqiptare. Për Jusuf Gërvallën flet edhe kolegu i tij ngushtë Shyqëri Galica, i cili e njohu fillimisht përmes radios e më pas si bashkëpunëtor të afërt në gazetën Rilindja. Ishim të lidhur shumë ngushtë, edhe familjarisht shkonim te njëri tjetri. Bisedonim për të gjitha. Jusufi ishte temperament, ishte një njeri i rrallë, ishte jashtëzakonshëm, me një diapazon të gjerë.
me pikpamje atletare deri në fund. Prandaj për Jusufin nuk ishte ndales pavarësisht pasojave që mund të vinin edhe në ato rrethana dhe në atë kohë. Galica për herë të parë prezantoi bllokun e shënimeve, të cilën e ruan tash e 44 vjet që ia kishte lënë Jusuf Gërvalla. Ai kujton edhe ndarjen e fundit kur Jusuf Gërvallën e morën nga pallati i Shtypit. Janë ndarja e fundit për Jusufit kur kanë ardhur udhbashët ta merrnin në pallatin e Shtypit. Ai ma la dhe një porosi. Kishte shkruar një kronik televizive kushtuar emisioneve të kolegut, mikut të tij që do duhet botohet të shtunën. Dhe ma la këtë porosi, tha të lutem se si e boton këtë kronik televizive, vetëm ti e di. E lajmin për vrasjen e tyre e përshkruan me dhimbje. Dhe një moment tjetër që mendoj që është shumë i paharrueshëm për mu, ishte pikërisht 17 shkurti, kur një miku im, Hamz Morina, ma dha lajmin për vdekjen e 3 dëshmorëve. Galica thot se u ka bërë kërkesë kryeministrit dhe kryetarit të Prishtinës për vendosjen e një busti të Jusuf Gërvallës para objektit të bibliotekës kombëtare, por që nga asnjëra palë deri më tani nuk ka marrë përgjigje. Edhe në Gjilan, në kuadër të flakës janarit, u fol për heronjë që dhanë më të shtrenjtën jetën që Kosova të jetë shtet i pavarur dhe demokratik. Në komunën e Gjilanit është mbajtur Akademia përkujtimore e flakës së janarit, kushtuar viktimave të masakrës së Reçakut, një prej ngjarjeve më të rënda të luftës në Kosovë. Në prani të familjarëve të dëshmorëve dhe martirëve, invalidëve dhe veteranëve të luftës, të mbijetuarve dhe familjarëve të viktimave të Reçakut, u kujtuan të gjithë ata që ranë për liri. Vitin 1999, kur në edicionin e 8 të flakës së janarit, programi i këtij festivali u pat shkurtuar për shkak se me 15 janar 1999, forcat policore serbe kryen një masakër në fshatin Reçak të Shtimës, duke vrarë 45 civil të pambrojtur e të parmatosur. 27 vite më vonë, Akademia përkujtimore e flakës së janarit i kushtohet masakrës së Reçakut për kujtimin dhe nderimit të viktimave dhe dëshmorëve të rënë atje në luftën e drejtë të popullit tonë për shlirimin e Kosovës nga Serbia armike, okupatore dhe shtypse. Reçaku paraqet një ndodhi që te i kalon ato që njihet si krim lufte. Përmes kësaj masakre u shënua një përpjekje tjetër për të shuar dinjitetin njerëzor, për të friksuar një popull dhe për të treguar që ky popull kërkonte për të jetuar i lirë në tokën e vet. Historianët deklaruan se përpjekjet për të fshehur krimet kanë qenë praktike vazhdueshme e Beogradit zyrtar. Në fshatin e Reçak, pas një operacioni të forcave serbe të sigurisë, u gjetën trupat e pajetë të 10 civilëve shqiptare. Viktimat ishin të shtrira në shpatin e një kodre të mbuluara nga bora, disa të hedhura njëra mbi tjetrën, të gjithë të veshur me rroba civile dhe me plagë të rënda, përfshirë edhe raste ekzekutimi nga afër. Pamjet e kësaj skene makabre përbënin një dëshmi të qartë të dhunës së ushtruar ndaj popullsisë shqiptare të pambrojtur. Kjo akademi u përmbyll me program kulturo-artistik. Në rrjedhën e historisë son kombëtare ka data që nuk shënohen vetëm në kalendar, por në ndërgjegjen e një populli të tërë. Janari është një prej tyre. Ai vjen çdo vit jo thjesht si muaj i ftodimri, por si flak kujtese, si thirrje ndërgjegjeje dhe si betim për mosharres. Në kuadër të 35 vjetorit të organizimit të flakës janarit, u organizua tryeza shkencore nga historianët e Anamoravës për heronjtë e kauzës kombëtare. Kjo tryezë shkencore e historianëve të Anamoravës nuk është vetëm një takim akademik, por një akt i lartë përgjegjësie morale dhe kombëtare. Është përpjekje për ta ruajtur të vërtetën historike, për ta dokumentuar me fakte e argumente shkencore kontributin e atyre burrave e grave që zgjodhen rrugën e sakrificës në emër të atdheut. Përmes analizës, kujtesës dhe fjalës së shkruar,
Ne u japim zë atyre që nuk flasin më, por që flasin përjetësisht përmes veprës së tyre. Zhvillimi i veprimtarisë patriotike të Kadrizekës ndahet në dy periudha të barabarta për nga rëndësia, edhe shumë të rëndësishme. Njëra brenda Kosovës e tjetra jashtë, si cila më e rëndësishme se tjetra. Edhe kujtojmë vitet të 80-ta ku faktori ndërkombëtar pak dinte për Kosovën. Recep Malaj shkollën fillore dhe 8 vjeçare në kreu në Hogosht, për të vazhduar pastaj me shkollimin e mesëm në gjimnazin Zenel Hajdini në Gjilan, që në vitin e 3 të gjimnazit ishte ndër organizatorët e parë të demonstratave të 1968-s. Pikërisht për këtë arsye, gjatë vitit 1969 dhe 70 e përjashtojnë nga gjimnazi në Gjilan. Që nga vitet e larta të vitit 1918 në Berisha, indikuar nga historia e shquar e familjes e tij, veçmas indikuar nga Kadrizeka, Recep Mala, që nga mosha rinore ju kishte bashkuar radhëve të lëvizjes qërimtare. Shkollën fillore e kreu në vendlindje, gjimnazin në Gjilan, ndërsa fakultetin juridik dhe të kulturës fizike i vjoj në Prishtinë. Kërcënohej, a i shëndrohej në mbroj njerëzore. Heronjtë dhe dëshmorët e kombit nuk i flasin vetëm të kaluarës. Ata janë themeli mbi të cilin u ndërtua liria jonë dhe busulla që duhet të orientoj brezat që vinë. Flaka e anarit mbetet simboli qëndresës i unitetit dhe idealit për një atë të lirë, të drejtë dhe dinitos. Me këtë rast të veçantë u promovua dokumentari për jetën, veprën dhe rënjen për atë të Mulla Idris Gjilanit dhe mbështetësve të kauzës kombëtare. Kom dëgjuar me Idrisin, ka thonë, po. Jo përcjell tani të tjera zhvillime të ditës, delegacioni i lartë i Forcës së Sigurisë së Kosovës ka përfunduar vizitën në gardën kombëtare të Ajovas në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Delegacioni u prit me nderime të larta teksa u shpreh mirënjohje dhe vlerësim për Forcën e Sigurisë së Kosovës. Në nduartërokitje e nderime të larta shpërcjell vizita komandantit të Forcës së Sigurisë së Kosovës Bashkim Jashari në gardën kombëtare të Ajovës në SBA. Një delegacion i lartë i FSK-s i udhëhequr nga generali Jashari së bashku me komandant rreshter Major Bedri Zukan janë pritur gjatë javës nga garda kombëtare e Ajovës. Gjatë vizitës, sipas FSK-s, delegacioni u njoh me strukturën, misionet dhe kapacitetet operacionale atje, ndërsa nga garda e Ajovës shprehen mirënjohje dhe vlerësim për Forcën e Sigurisë së Kosovës. Një tjetër komponent kyç i gatishmërisë sonë dhe një shembull i fuqishëm se si garda kombëtare e Ajovës kontribuon në bashkëpunim për sigurinë, është partneriteti ynë i gjatë me Republikën e Kosovës përmes programit të partneritetit shtetëror të gardës kombëtare. Gjatë 15 viteve të fundit, ushtarët dhe pilotët e Ajovës kanë punuar krah për krah me Forcën e Sigurisë së Kosovës, duke ndërtuar ndërveprim, besim dhe mirëkuptim të përbashkët. Së bashku, ne kemi mbështetur FSK-n, ndërsa ajo kalon në një forcë mbrojtëse territoriale të ndërveprueshme me NATO-n. Kjo vizit ka konfirmuar forcimin e partneritetit me gardën kombëtare të Ajovës, përfshirë këtu edhe për kushtimin e ndërsjellë dhe zhvillimin profesional. Politika e jashtme e kancelarit Friedrich Merz është një akt balancimi. Ai përpiqet të mbajë marrëdhënie të mira me aleatin perëndimor SBA-n, por njëkohësisht është vënë në kërkim të partnerëve të rinj. Kjo u vu sërish në dukje këtë javë. Në një kohë kur marrëdhëniet me SBA-n duken të paqëndrueshme për shkak të Grenlandës, kancelari gjerman bëri vizitën e tij të parë zyrtare në Azi, dhe ajo ishte jo në Kinë, por në Indi. Korespondentja e Deutsche Welle në Berlin, Anila Shuka me përmbledhjen javore. Një nga temat më të debatuara këtë javë ishte ajo e Groenlandës. Shkak janë tensionet rreth ishullit të Arktikut dhe vendimit të Berlinit për të dërguar një ekip zbulimi të Bundeswehrit në rajon së bashku me partnerët evropian të NATO-s.
Qeveria federale theksoi se misioni kishte karakter vlerësues. Ministri i Mbrojtjes Boris Pistorius paralajmërojnë se Arktiku nuk është më një hapësirë neutrale dhe se Rusia dhe Kina porisin praninë e tyre ushtarake. Sipas tij, NATO-ja duhet të forcojë përpjekjet për të mbrojtur lirinë e rrugëve të transportit. E si ka reaguar opinioni në Gjermani? Të gjithë flasin për solidaritet, por për shkaqe krejtësisht të ndryshme. Kritika vjen nga opozita. Politikani i Partisë së Djathtë Alternativa për Gjermaninë, Rüdiger Lukasen, e konsideron mision pa efekt ushtarak, ndërsa e Majta paralajmëron se termi zbulim është i gabuar dhe kërkon më shumë presion politik ndaj Washingtonit. Çështja e Groenlandës ishte edhe temë bisedës mes ministrit jashtëm gjerman Johan David Wadefull dhe homologut të tij amerikan Marco Rubio në fillim të kësaj jave në Washington. Pas takimeve në Washington, Wadefull theksoi rëndësinë e vazhdimit të dialogut pavarësisht kritikave ndaj pretendimeve amerikane dhe bëri thirrje që marrëdhëniet transatlantike të mbahen të qëndrueshme. Përsa shefi i diplomacisë gjermane përpiqej për marrëdhënie më të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës me partnerin e vjetër, kancelari gjerman Friedrich Merz ishte në Indi për një partneritet të ri dhe më të fortë me vendin më të populluar të botës. Friedrich Merz u takua në Indi me kryeministrin Narendra Modi. Të dy vendet nënshkruan 27 marrëveshje mes tyre për bashkëpunim në mbrojtje, partneritete teknologjike dhe lëvizshmërinë e fuqisë punëtore. Ishte udhëtimi i parë i madh i kancelarit në Azi dhe ndryshe nga herët e mëparshme, destinacioni nuk ishte Kina, por India. Korrespondentja e Deutsche Welles për Azinë Jugore, Sandra Petersman, thotë se vizita u perceptua në Indi si një sinjal i qartë politik. India mirëpriti faktin që Gjermania nuk predikoi moral, por e trajtoi Indin si një partnere të barabartë. Megjithatë, mbeten çështje të hapura dhe pengesa për një partneritet të ngushtë. Mosmarrveshje ka sa i përket marrëveshjes tregtare BE-Indi, standarde të ndryshme si dhe autonomia strategjike e Indis, përfshirë dhe marrëdhëniet e saj me Rusinë. Shojmë tani zhvillimet kryesore nga bota. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka paralajmëruar vendosjen e tarifave të reja doganore ndaj disa vendeve europiane, duke e lidhur këtë vendim drejt për drejt me çështjen e Grenlandës dhe, siç ka thënë ai, sigurinë globale. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka njoftuar përmes një postimi në rrjetet sociale se administrata e tij do të aplikojë tarifa doganore ndaj disa vendeve evropiane që eksportojnë mallra drejt SBA-s. Sipas presidentit Trump, duke filluar nga 1 shkurti 2026, Danimarka, Norvegjia, Suedia, Franca, Gjermania, Mbretëria e Bashkuar, Holanda dhe Finlanda do të ngarkohen me një tarifë prej 10% për çdo mall të eksportuar në Shtetet e Bashkuara. Trump ka paralajmëruar se nga 1 qershori 2026 kjo tarifë do të rritet në 25%. Trump ka theksuar se tarifat do të mbeten në fuqi derisa, sipas tij, të arrihet një marrëveshje për blerjen e plotë dhe totale të Grenlandës. Presidenti amerikan ka shkruar se këto vende evropiane kanë udhëtuar drejt Grenlandës për qëllime të panjohura, duke cilësuar situatën si jashtëzakonisht të rrezikshme për sigurinë dhe mbijetesën e planetit. Këto vende që po luajnë një lojë shumë të rrezikshme kanë krijuar një nivel rreziku që nuk është i qëndrueshëm, ka shkruar Trump. Udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, ka akuzuar SBA-n dhe Donald Trumpin si përgjegjës për viktima, dëm dhe shpifje në vendin e tij gjatë protestave të fundit. Në një fjalim të shtunën, udhëheqësi suprem i Iranit, Khamenei pranoi se mijëra njerëz ishin vrarë gjatë rrezirave të fundit, disa në një mënyrë njerëzore dhe të egër, por faqsoi për vdekje rebeluesit. Presidenti amerikan ka kërkuar demonstruesve antiqeveritar iranian të vazhdojnë të protestojnë dhe kërcënojnë me ndërhyrje ushtarake nëse forcat e sigurisë i vrasin. Protestat në Iran kanë marrë rreth 3090 jetë, sipas agjencisë së lajmeve të aktivistëve të drejtave të njerëzit iranian me seli në SBA, në trazirat që filluan për shkak të ekonomisë më 28 dhjetor. Çatër protestat janë zhduruar në thirrje për fundin e sundimit të udhëheqësit suprem të Iranit. Qeveria iraniane ka quajtur demonstratat trazira të mbështetura nga armiqtë e Iranit. Protestuesit janë përballur me forcë vdekjeprurëse dhe ka pasur një mbyllje pothuajse totale të internetit dhe shërbimeve të komunikimit. Ka pasur më pak raportime për trazira në ditët e fundit, por me qasjen në internet ende të kufizuar, zhvillimet në terren mbeten të paqarta.
Gjatë fjalimit të tij të shtunë, Khamenei tha gjithashtu se Irani e konsideronte presidentin Trump si një kriminal dhe tha se SBA duhet të mbahen përgjegjëse për trazirat e fundit. Ai gjithashtu pretendoi në mediat sociale se qëllimi i Amerikës është të gëlltisë Iranin. Trump ende nuk i është përgjigjur udhëheqësit suprem të Iranit. Trump tha të mërkurën se i është thënë se vrasjet në Iran kanë ndaluar, por shtoi se nuk e kishte përjashtuar veprimin ushtarak kundër vendit. Komentet e tij erdhën pasi SBA dhe Mbretëria e Bashkuar ulën numrin e personelit në bazën ajrore Al Udeid në Katar. Ushtria siriane ka avancuar drejt lindjes së Alepos pas tërheqjes së forcave kurde nga disa zona strategjike. Ky zhvillim vjen pas një marrëveshjeje politike që përfshin njojën zyrtare të drejtave kombëtare të kurdëve, përfshir gjuhën dhe festat e tyre, një hap historik në Siri. Ushtria siriane ka përparuar në terren drejt zonave në lindje të qytetit të Halepit pas fillimit të tërheqjes së forcave kurde nga këto rajone. Forcat qeveritare janë parë duke hyrë në qytetin Deir Hafer rreth 50 kilometra në lindje të Halepit. Të premten, milicia kurde e forcave demokratike siriane njoftoi se do të ripozicionojë trupat e saj në lindje të lumit Eufrat. Ky vendim erdhi pas bisedimeve me zyrtar amerikan dhe pas zotimeve të presidentit sirian Ahmed al-Shara për njohjen dhe zyrtarizimin e të drejtave kombëtare të kurdëve, përfshir gjuhën kurde si gjuhë zyrtare. Pas përleshjeve vdekjeprurëse të javës së kaluar, Shtetet e Bashkuara u kanë bërë thirrje palëve të shmangin për shkallëzimin e mëtejmë të konfliktit. Presidenti i Sirisë, Ahmed al-Shara, ka deklaruar se synon integrimin e strukturave ushtarake dhe civile kurde në institucionet shtetërore siriane. Para tërheqjes së forcave kurde, presidenti sirian kishte paralajmëruar gjithashtu njohjen e vitit të ri kurd si festë zyrtare në Siri. Dekreti presidencial i shpallur të premten përfaqëson njohjen e parë zyrtare të drejtave kombëtare të kurdëve që nga pavarësia e Sirisë në vitin 1946. Në dokument theksohet se kurdët janë pjesë thelbësore dhe integrale e shtetit sirian, duke pranuar se ata kanë qenë subjekt i dekadave të shtypjes sistematike në regjimet e mëparshme. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion qendror lajmesh të nderuar teleshikues. Ju falenderojmë që na ndoqët. Natën e mirë dhe mirupafshim.